Stina pranverës është koha ideale për krahasitjen e pemëve dhe një proces i rëndësishëm për t'ju siguruar që ato të rriten të shëndetshme dhe të japin prodhim më të shëndetshëm. Nik Marjaka i tregon më shumë detaje rreth kësaj procedure. Në këtë muaj është koha edhe në vjesht me 15 tetor deri në dhjetor. Tash kem fillu krahasitjen. Tash bëhet mas krahasitjes stërpitja e shërimeve të varrave dhe të insekteve të dimrit. Marjaka i tha se janë gjithsej 2550 trupa frutore, të cilat i kultivon prej 10 vitesh. Këto janë 2 hektare. Janë 2200 trupa. Kur i kem jell janë 10 vjeçare, i kem bë analizat statutin bujqësisë në pej, për me ditë se cilat lloje pemëve duhet më mjell. Edhe i kem të shtëpia edhe 350 trupa, gjithsej janë 2550 trupa. Mes tjerash, Marjaka i tregon edhe dallimin e krahasitjes nga pema në pemë. Dallimi është që varet e krahasitja duhet me presjet që i përdorim, duhet me i përdor me alkool shpesh për mos me fitu smunje pema prej pemës. Me teknikat e duhura dhe kujdesin e nevojshëm, pemët do të kenë një rritje më të shëndetshme dhe një prodhim më cilësor, tha mes tjerash Nik Marjakaj.